Nxënësit e shkollës Skënderbeu në Krum të Hasit kanë krijuar me anë të pajisjeve teknologjike mikrobit një kull dhe dhomë nuseje tradicionale, duke sjellë element të rëndësishëm të trashëgimisë kulturore të zonës. Pjesë e këtij projekti ishte edhe ndërtimi një mulliri të ujit, ku përdorën materiale dhe teknika që janë pjesë e trashëgimisë së pasur kulturore të kësaj zone. Ne kemi bërë disa miniatura. Këto miniatura janë sjellë në jetë nga mikrobitat, pra nga teknologjia. Këto miniatura duke u nisur që nga kulla e Kurpalve, që është një monument historik në Has, kemi dhe pika kyçe të kulturave tradicionale, siç është dhe dhoma e Nusës. Dhoma e Nusës ishte si paradhomë e kullës, ku Nusja duhet të qëndronte aty për disa kohë që i kishte të gjitha gjërat që i duheshin për pjesën e jetës së saj, siç thashë më parë, duke ndërthurur edhe pjesën e kulturës dhe traditës se si të parët tanë jetonin, si ata vepronin me teknologjinë. Kemi dhe mullirin e ujit. Mulliri i ujit këtu lëvizej, domethënë nga rrjedha e ujit. Ne e bëm me anë të mikrobitëve që ajo të lëvizte në mënyrë automatike, pra jo siç lëvizte me rrjedhën e ujit kohë më përpara. Tjetër kemi dhe karrocën e barit që më përpara lëvizej nga kuajt. Tani lëvizet automatikisht me anë të mikrobitit. Për të pasuruar idenë e tyre, kishin zgjedhur një vajzë të veshur me kostumin tradicional, duke kënduar ninullën, një këngë tradicionale e njohur në këtë zona, e cila është bërë pjesë e trashëgimisë që është ruajtur brez pas brezi. Ninullat janë një pjesë e trashëgimisë sonë kulturore, që përcjell vazhdimsinë e jetës, është një pjesë shumë e veçantë që çdo nënë dhe çdo gjyshe apo çdo prind që mund t'ia këndojë fëmijës së tij, që përcjell një ndjesi të ngrohtë dhe të pastër shpirtërore për fëmijën e tij. Projekti i tyre ka si qëllim që të shërbejë si një mundësi për të treguar se si e kaluara dhe traditat mund të ruhen dhe për të nxitur të rinjt që të jenë krenar për kulturën e tyre.